Shikues të dashur, jemi këtu me Abdullah Klinakun, kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës. Kësa hera është në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. Ka po shkojnë? Shkojnë ne. Jo, ju politikan të në me në kalëzuru për Zotër Klinaku, kalëzëm qësh është një ditë zakonshme jotja. Një ditë zakonshme, me tonë drejtë njës prej heret me gjes, prej falis namazit sabohet, me tonë drejtë. Apo falish, no? Qërës? Qështë puna? Plotja ka njësë më falë, të një ka nalë. Ja, i bom këzat të vjetë edhe nuk është punë që i kthejet brava, inshallah që të vazhdoj. Po si do kohë punë me gjes heret, tash normal që të kohë pak ma karë dhe namazit sabohet pak ma vonë. Po njës me ta, për shkak të kohës që ka ardhe sa ma kështë prej ditës, njës edhe dite e punës tani. Zakonisht për orës 7:15, 7:30 kemi edhe orarin e punës. Vazhdojmë pastaj me orarin e punës që e kemi. Deri ka ora 2:30. 2:30 zakonisht kthejem në shtëpi. Deri sa të mri, deri sa të kthehen edhe fëmija për shkollë, kam qef qatë kohë pak me kalu ma rahat ka shtëpia. Me po përgjithësi babën, nanën, fëmijën, me pas një muhabet qatë kohë. Edhe mbrëmje tani prap dalim ose takimi ose aktivitete çka kemi diçka në plan. Kjo në përgjithësi. E kështu me vetur sa jeni që vëzitni shumë? A merrni udhëtime të larta shpesh? Udhëtimet e larta po. Por po na vjen shumë shpesh puna e Tiranës për shkak të meshve, që i vjen minimalisht në mujt e kini rrugë për Tiranë. Njërë mujtë? Jo, mirë, në Salovo vazhdojnë njërë mujtë ka po ka rast edhe dyherë, po përgjithësi për shkak të angazhime me njërë mujtë po mujna me kalu, edhe gjatë ditës po vëlla, përgjithësi me ne që kur isha kilometrazhat e kerit që i ka, e shoh që kemi shpenzu shumë kohë në rrugë, në komunikacion. Po, atë vënë nervoze që komunikacionin, ka zonë drejtë? Vesh me pas shumë siklet, për ndryshe kështë në përgjithësi e këm... A je pja ty në që je përgut? Jem i vënshëm, nuk jem përgut. Jem i vënshëm gjithë me tonë drejtë, për fatë keq. Edhe të konë tani vënshëm, normal, herë më kop sikleti, po më përgjithësi jem i qetë. Nuk është që bona nervozë ose kam stresën, fund funit që kjo është komunikacioni jonë. Qatë një më stresin komunikacion, kur gjo. Vesh më nësht me, si me thonë, me bo fjallë ose me ngushtu dikonin ose me ngushtu vetë. Nuk është punë që zgjidhë një gjest ose një agresivitet komunikacion. Kështu që jam i qetë komunikacion pres deri sa tjerë kismeti me mri, që kemi bo. Po thu që nuk nervozosh e qa? Kështu në përgjithësi, jo ishe në komunikacion. Me do për vetës me fynë e kom. Zëre që se kena kamerë. Valla, jo, jëm të menu kur ka mujt me ndodh, po jo. Nuk ndodh edhe nuk është tip, më përgjithësi, se nështë ta vorët edhe prej tipi, më përgjithësi jem tip që nuk di fort më bo nervoz. Vesh shumë me mordë, edhe si me thonë dakiko, pak në zejna, po prapë se prapë thëmë leje, se si qa me go, edhe si javlejnë fund funit. E më përgjithësi më në amurujt, jo vesh në komunikacion, po vorët nështë ta pak edhe për karakterit njerit. Unë si karakter jam i qetë edhe kom koqa fort durim, kështu, e tani me gjallë se qa jo. Normalisht ka momente për shkak që ty në rrugëve që ti stresit që njëri ka pak stresohet, po prapë thëmë nështë ta fojë është onë që për fatë kesh nuk di mu njës me ko, e kur nuk di mu njës me ko është shumë normale, mos ne edhe vënesat. E jam për njerëzve që kështu dhe mrena është njës kogja kanë ankesa për punën e kësoj vënesës edhe kuptoj edhe po mënuna më përmirësu për fatë kesh. Që unë për shamën me ty e lashë me ardë në ora një, erdha 1:30. O, e ta më naro. A? Së të edhe të vënua? Që ta vëthëm puna gjithë, na kur që është ata që vënuën krejtë si njejtë e kanë mirë se tani prapë vinë njëti kod, njëti vakë. Po mirë, edhe tash në përgjithësi njerëzit të kemi edhe të so shokë, që janë shumë të vashëm është një shok i joni, një e ti Munir Basha, një e të në Svirca. Me këta me lonë 6 në 8 që është linë të kemi përsa... Në koje! Atëherë vesh sa kemi më ri. Kështu që janë disa për njerëzit që njohemi që edhe nështë edhe ma kalojnë bile për vonesa, po edhe më përgjithësi, qka ku më vrejt edhe qka më brengë kështu kur vënuna është puna që një famnyre, nështë ta është edhe një farloj mungese e respektit kuës tjetrit. E kjo po vjen shumë keq kur po vënuna,
Po nuk po di, ndoshta vezves, ndoshta po dikur. Edhe kur thojnë vezvesi që piqet vështirë hiqet, me gjas më ka pje ky vezvesi i keq. Bashkë unë e kom një dikon tash kush e ka thonë këtë thonje pe këtyne shkencëtarët të mëdhaj. Po mos ta ngatrojmë ata që banon janë më të suksesshëm. Po tash dikon duhet Me gjetë ngushëllimin. Na dikon duhet me gjetë ngushëllimin. Se edhe këto pa ta po dhonja, pa ta bësh shirtë na grupeve shoqërosh të më thonë, nuk ka të bëj kur që ke po është çështë të qapshë edhe studime të bëj çështë. E për fat keq po, ani nuk i dihet, ndoshta edhe ka një far sekreti kështu të suksesit kjo puna e vonesave. Atë ka ndodhur me marrë një kompliment çuditshëm pi votuesve tu apo takime që ke bëu me qytetarë. Që të ka mbet në kry në ai kompliment interesant. Tu tash me thonë drejtën këtu ku pak që apo mbjen domethënë pjesë e kandidimit tonë që është si kandidat për deputet në kohën e lëvizjes vendosje. Po më lëm pak përshtypje disa Çfarë numri e patën falë? Numër 73. 73. E po më lëm përshtypje disa komentues kështu kur thonë tash ti je vëllëzum të vërtetë. Moment që ke lëvizjet të vendosje listën e tyre. Me mishë me shpirtat, nuk thot vetë sa me thonë kështu, po me lojsh zemrën se me thonë thot atë menim që tash ti po e zomi vëllëzume dhe kjo është një prej mirave më të mira çka ke mujt me bë. Me thonë dhe pak atë problem përshtypje, po e vlerësoj dhe respektoj për shkak që e shoh që e ka me zemër. Nuk e thot sa për lavgoje, po beson që është puna më e mirë çka ka mujt me bë këtu kohë. Tamam. Po para se me i pak të temat politikës. Sikur mos të merresh me politikë. Ku të kish me punë aty? Çfarë drejtimi, çfarë lamie? Shumë e qartë kam vizionin se çfarë marr me politikë, kisha pas fokus profesional në avokati dhe në thirrjen vlerat e besimit që besoj. Këto isha. Me shkrime, me punime, me jurist, me misione në avokati edhe në thirrjen besimit që besoj. Këto dy isha kanë angazhuar. Edhe pse mendoj që prapë rreth tyre sillemi, po më thënë ky është fokusi jon kryesor që e kisha bën. I bën një kod gatë në politikën. Afërsisht sa vite? Po, me thotë me pushime, se me pauza kemi pas një 4-5 vite, prej 2010 kemi qenë aktiv, prej 2009-2010, Parti Drejtësisë ishte me pozicione ma qëndrueshme, me pozita ndryshme, e prej 2017 deri në 2021 kemi pas pushim, nuk kom pas një angazhim të shka. 2017-2021? Po, kemi pas. Me shka e marrë që të kohë? Në qëtë kohë me qëka e me marrë. Këtë kohë në ro puna e me të dhe disa ndryshimeve të shtëpia, martesa, fëmija, kom pas një fokus ma shumë rreth jetës tem personale edhe familjare. Kjo kam fokusi ma i madh që po. Si kohë menoj që më ka dasht për me pas pak atë pushim. Është ka një kohë kur ma shumë jemi fokusu të thjesht të jeta jonë familjare dhe personale, kam gjatë kretë qoj kohë fokusi jonë. Tash anën politike gjatë këtyre viteve që sa je marrë, më kallzon sipas tia ke bona i gabim. Që tash mendon që u ka gabim. Që është nga besojnë një farë parimi që dhe çdo pasar, çdo birja temit është një farë gabimtarin veti. Edhe po, menoj që kena bo gabime në politikë. A mund me thonë me pranu tash ku ke gabu? Muj me menu edhe kom kogja përshtypje që aty është një gabim i joni që është po. Menoj që kemi po një gabim të mënyra që kemi trajtu problemet në kodër Partisë Drejtësisë ku jemi qenë. Kemi që është një gabim që e ndjej edhe menoj që është një gabim. Që kemi trajtu problemet e brendshme, punën e sfidave që kemi pas, punën e ndrimit të potencial të kryetarëve. Këtu menoj që kemi pas disa gabime që nështë kanë orë rezultat indikimeve shumë të jashtit. Dyta menoj që nështë në politikë ju, po nështë nuk është konë koha në këtë aktivizimin e dytë politikë që kemi bo, nështë konë koha me prit edhe mos me angazhu politikë mrena nështë edhe pak kohë, është dash me prit edhe pak
për momente më të përshtatshme, nëse vinë ndonjëherë momente të përshtatshme politik, edhe pse në raporte politike, raporte sociale, momentet kur nuk vinë, edhe duhet me bëni punë për me kriju momentin, për ndryshe është problem që njëherë vjen momenti. Mendoj që kisha pas dorim, sigurt e kishim pas një farë lloj ujtije të përgjithshme tonë që jemi aktiv në jetën publike si besimtar që besojmë të sa vlera, kisha pas dorim me prit për një moment më të përshtatshëm politik, por në mënyrë kur e sheh që nuk po kim mbështetje në thirrjen tonë për një farë durime, për një farë planifikimi më afatgjatë, vendos edhe vetë me kom pjesë për fat keq e këtyre turnave tona ashtu. Po kështu në përgjithësi, a menon ndaj premtim që ka një gabum përgjithësi prej këtyre konservatorëve, partive konservatore apo individëve që thirrin vlerat të konservatorëve? Cili ka qenë një premtim që nuk u realizu dhe ka gabim? Premtim që nuk është realizu, si premtim i gabum, që me thonë, njëri nuk mundet, po e zomë nështë është me konë shumë atë kujdesshëm në trajtimin e çështjeve që ndërlidhen ekskluzivisht me fenë. E zomë ne kemi pa marrë një barë shumë të madhe në kuadër për atësisë çështjen e shtyrjes lëndës të edukimit fetar. Është punë që ekskluzivisht në mënyrë se tjetër politika mundet me kriju veç infrastrukturën ligjore për implementimin ose për realizimin e drejtë të nxënësave që do të mësojnë besimin. Por e gjitha pjesë tjetër është pjesë e komuniteteve fetare, këtë rast me shumicën e bashkisë islame. Ata duhet të farmyre kanë përgjithësinë edhe të lobimit, edhe të përgatitjes, edhe të infrastrukturës për me përgatit. Tashti politikisht e ke marrë përsipër një obligim që pastaj edhe votat ka kushtu, se qytetarit nuk i ka interesu, a ke mujtë ose pse s'ke mujtë. Ka thonë, e keni premtuar, nuk e keni realizu, edhe ka kushtu. Kemi ne që ka një premtim për teje racionalitetit, edhe të forcës politike, po edhe të realitetit. A menon që në Kosovë po përdoret feja për vota, realisht? Ose u përdor? Këtu e kam një dilemë. Dilema është që apo përdoret feja, po e dyta është që ndoshta është mirë që partitë politike kanë pa që feja është komponente e rëndësishme e besimit, e kthimit të besimit qytetarëve të ta. Edhe po detyrohen për me pas një farë lloj bashkëveprimi me fenë. Nëse e shohim për prizmit pozitiv, mendoj që gjitha partitë politike kanë kuptuar dhe kanë pa që me qëndrime agresive kundër besimit, kundër fesë, nuk mundesh me hecë, mundesh vetëm me shku te poshtë kuptimin e mbështetjes popullit. Po du me kthy tash në aspektin pozitiv që gjitha partitë është e vërtetë që kanë shumë interesim për me pas bashkëveprim me besimtar, edhe me i dhënë vend meritor ndoshta ose vend respektues vlerave fetare, për shkak që e kanë kuptuar që ky popull, nëse nuk i respekt ndaj vlerave të tij të besimit, mundet me të gjyku kozha fort përmes votës. Edhe po du me po në prizmin pozitiv që gjitha partitë politike në Kosovë kanë qef për me unë ngjyros, me ngjyrat e mira të besimit, edhe po shpresoj që kjo është pozitive për shkak të ndikimit mos me dal kundër fesë. Absolut. Unë mendoj që asnjë parti e kanë kuptuar që nuk mundesh me dal kundër besimit, se të kushton shumë votë, edhe kjo është pozitive. Tashti a mundet me lexuar si kesh përdorim? Nuk në fund s'po duhet me besuar që këtë aspekt, por po du me thonë që partitë politike Kosovë janë qytetarët që t'i veni. 96% musliman. Të që 96% musliman, ata atë përfaqësim në kuvendin e Kosovës e kanë prej votave të qytetarët vendit tonë që takojnë qëti besimi. Dhe nuk ka asnjë logjik partia politike që e ly votën për një popull që është besimtar, tradicional, që e kanë një besim shekullor të ngulitur në shpirtin edhe si me thonë boshtin e vet, nuk ka asnjë kuptim e vazhdu me qëndrime antifetare, por kanë qef për me pas një farë lloj bashkëveprimi me këto vlera të besimit edhe me dëshmu një farë lloj respekti varësisht për kapacitetit të kuptumit të këtyre vlerave ose të vullnetit tyre të brendshëm si rezultati i organizmave që kanë përmendë partive. Po në realisht tash me ndarjet në shumë parti apo edhe individ ana spektrit të konservatorëve për shembull. Fillim u lyp vota për kauza edhe për një parti tani ndo shumë parti mas nej u tentu më bo bashk faktikisht se këtë na shumë rreth na faktikisht ja çto i kena drejt na ose e vadni çtash se ma humbe edhe pyetje ku e bota a çysh e shef thirrjen për kauz kur
krejt partit mo nuk ka met asnjë pa u inkuadruar në partit më dhaja. Po vlas për partitë e vogla konservatore. Për shembull, jo jeni kanë para një 7 vjetë pa ta shkruajt, a duhet me pas partitë fetarëve, a fetarë për parti. Po. Unë mendoj që definitivisht duhet me menu koqa shumë seriozisht e dyta. Fetarë për parti. Kjo është mendim që evoluon, ndryshon, nuk me thonë që kjo është mendimi jam final, por ka dilema me mendu njëri që duhet me pas një parti ekskluzivisht fetare. Kjo për i ka do mas morin të përgjësi për të asoj që është e vëndshme me i realizu. E dyta, një farë mënyre, po vetë getoizohesh dhe po nxjerrësh prej tërësisë popullit. Pse ti je më i veçantë se pas ke një parti me të çuçi me background fetar. E treta, interesi jonë si fetar nuk mundet më poj përjashtu për interesit përgjithshëm qytetarit vendit tonë. Nëse këtë vend ka drejtësi, do të me pas për këtë qytetarët e vendit, se dhe na kemi me realizu drejtën tonë nëse një vend ka drejtësi. Nëse të kërkojmë na mirëqenie, na kemi me realizu këtë objektiv tonë të mirëqenies, se rezultati këtij interesit të përgjithshëm që është. Prandaj mendoj që na si besimtar nuk guxojna me nxjerr interesin tonë të veçantë për interesin të përgjithshëm. Na jemi pjesë e këtij populli, pjesë e kësaj shoqënie. Dhe sa më shumë komo po Kosova e drejtë, e zhvilluar, me mirëqenie, me liri për të gjithë, na kemi me kanë ata që kemi me jetu mbi këto vlera që ndërtohen në vendin tonë. Prandaj po besoj që ndoshta kauza e çdo njëri për neve është me mbrojtje ato bindje që ti beson. Na besojmë që qytetarët e këtij vendi duhet të pas drejt për me manifestu bindjet fetare. Është kauzë që mund të kanë jamja, tjetrit. Bile besoj që në disa kauza, si për shembull lufta uçkës, familja, feja, disa vlerat përgjithshme që mund të pas vendi jonë, nuk mundemi me pas ekskluzivitetin e tyre kërkosh. Le të jenë të mirat përgjithshme, ku çdo kush është i obliguar për me dhënë kontributin e vet për to. Ajo parti politike që thot unë nuk jam për to vlera, po ti për këtyre vlerave po e merr votën. Për këtij populli që kultivon këto vlera po e merr votën. Prandaj po besoj se gjitha partitë politike duhet me kanë me vetdije të plot që kanë për obligim për me kontribuar këto vlera. Tash nëse jemi në këtë rrethon, atëherë bjen që pse duhet me ekzistu një organizim aq i veçantë që dallon për aspekte tjera fetare. Unë besoj që kam bindje që duhet me trajtu argumentet fetare të partive, që është me argumentuar se so partia e fetarëve, për shkak që të vetë përjashtën prej tërësisë edhe të getoizon e të marginalizon pa nevojë. Sa kam informata, sa e di, faktikisht kauzën e familjes e kam për të parëve që e ki proklamu edhe ki botime një libër që di është ekskluzivisht për këtë çështje, mirë po çka ndodhe zgjedhjet para këtyre, para prake. Unë besoj që jo konservator, ta bëj edhe në fund. Jo konservator për shembull, në vend se më unifiku me një subjekt, ose qoftë edhe me një subjekt madh tjetër, me hyn me lista, jo nuk u unifiku, nuk u bën të bashkë, nuk u unifikuat. Edhe kur dul një grupacion tjetër me kauzën e familjes, a u ndive i tradhtuar në një farë forme, ata vjedhin idenë. Se ti veç pa të hyj në koalicion me Aliancën. Çdo puna e kauzës për familje e ka një farë lloj historie. Po e zonë, unë për idenë e familjes si pjesë programore kam dëgjuar kur jam antarësuar Parti Drejtësisë për shkak që ka qenë edhe është parti e qendrës gjatë që shkon ka vlerat konservatore. Në atë kohë është fol në përgjithësi, por nuk ka pas një artikulim edhe një avancim për më ndërtu si kauzë, për shkak që kanë qenë rrethona edhe nevoja tjera. Këto vitet e fundit nisi me u po që ideja e familjes po bëhet kauzë globale, jo vetëm tena. Edhe tash 3 vjet, 2022-ën, kemi pas prononcimin e parë kur kemi thonë për media dhe ka qenë pjesë e debatit që do të Kosovë me themelu Ministria për Familje si mburoj e vlerave të familjes. Pasi që kemi propozuar Ministrinë për Familje, kemi trajtuar këtë temë dhe kemi thënë familja duhet me kanë kauzë, edhe kjo kauzë duhet me pas një 3 shtylla. Mbrojtjen politike përmes Ministrisë për Familje, mbrojtjen financiare përmes
subvencionime ndryshëm të gjitha kategorive brenda familje, prej fëmijëve e deri te personat e shtyrmosh e personat me nevoja të veçanta dhe mbrojtjen juridike përmes ligjeve dhe akteve të cilat e mbrojnë familjen. Kemi thonë që çeke kauzi ka që do 3 shtylla dhe mbi këto 3 shtylla ndërtohet një sistem vleror rreth familjes. Edhe hynë me këtë temë, trajtuam shumë këtë temë. Kemi bërë kërkesë me thonë drejtën që me pas të unifikimi, para se me arrite koalicioni me AK. A keni pas takime më atë? Kemi pas takime, njerëzit kanë mendu, këta që me cilë dojmë vlera përbashkëta, kanë mendu që nuk është koha, duhet me prit, por kur afrun zgjedhjet hynen me organizimin e vet, u ndërtu një koalicion që e pati performancë, me ne që një performancë të mire ka pas një koalicion për familje, por që përkoshmëria ka qenë e pandashme për tyre, edhe me shok edhe me që i kemi pas, këmi thonë që me 9 shkort jenë zgjedhjet, me 10 shkort me njëri tjetrin nuk kemi folë. Kom thonë, kom dëshmitar që kom thonë që me 10 shkort për fat keq s'kemi pas që i urbi një tavolinë me njëri tjetrin për shkak që nuk hes projektet ad hoc nuk. E pse për çka të na pse është kjo? Pse nuk të bëj me një tjetër? Pse ai na krejt të prirën për leadership, më thonë, unë jam lideri ty hajde mas meja, po leadershipi nuk po kem se çfarë leadershipi po na po pretendojmë, unë jam edhe ti dëshmon mas meja. Kemi bën 4-5 grupe, po e zam edhe 4-5 grupe aty, edhe marr edhe kryetar me thon, po kryetari çkafit, kryetari sa votave, kryetari sa çfarë strukture je. Që do të më ullumtu, është edhe për njerëzve, për autoriteteve fetare do të më ullumtu që kjo ideja jonë që nuk po mundja fort me pas, do shta do të më kërku përçarja edhe në kuptimin e mosdurimit kështu individual, ndoshta edhe në ideologjik, ndoshta edhe të kuptumit çështjeve fetare, ndoshta edhe të kuptumit çështjeve dhe rëndësisë nacionale, por ndryshe për fat keq u dëshmu që ky aspekt është me gjasë i hershëm, definitivisht ose i hershëm ose i vështirë për me organizu. Unë kom rri me një nivel të mendimit që thash edhe ma herët duhet njerëzit me ndje kauzat individuale, bile kauzat e mëdhaja e mira ka qenë që mos me hyrë është edhe në politik, hiç kauzat. Me zon, thash ma herët kom gabun është që jam angazhu tash në politik, dhe me thonë këto vitet e fundit, se kauza për familje prapë ma mirë ka qenë betet si pjesë e shoqënisë civile se so si pjesë e politike. U harxhu po. Sikur të kishim lanë si pjesë e shoqënisë civile, është mbeti kauzë të gjithëve, edhe mirë. Kur u politizua ajo, u taborizuam edhe u konsumu e u për fat keq me gjas edhe u dëmtu ka shumë se njerëzit më nuk po e besojnë as këtë termin, thonë kauza për familje. Unë e di që jam në këtu por me dhon kontributin edhe për këtë kauzë, po me përdor shumë shpesh beso, po vjen keq edhe për njerëzve se ndoshta e kemi stërngarku shumë për këtyne debateve që kemi pas tash edhe mes vete. Edhe diçka, për shembull, çysh e vlerëson apo çysh është çfarë përgjigje mundesh më dhon kur disa prej fetarëve, për konservatorëve largohen për vetëvendosjes, i vjen një moment Abdullah Klinoko hyn në vetëvendosje. Po që kjo të njoja, bota sillet ç'të. Me thonë na besojmë. A kanë pas mirë ata, a e ki mirë ti? Na besojmë që çdo gjë në lëvizje, edhe bota e ngurtë se lejmë bota e gjallë. Në kuadër këtyre lëvizjeve ndodhen edhe këto lëvizjet sociale e politike. Me thonë drejtën, në këtë kohë unë u bona pjesë e lëvizjes vetëvendosje për me thonë 3-4 arsye e para u propozu Ministria për Familje për Kryeministit Kurti. Unë kom pas këtë propozim edhe po duam edhe kontributin, po shëton që e ka propozuar. E dyta nuk po mundem me vazhdu me qenë pjesë e një mendësie politike që për fat keq më shumë bëhet lajm ose gëzohen kur vendosen flamojt serbën veri se sa kur i vendos flamojt Republikës Kosovës. Ose jemi kemi stërngarku kauzat kombëtare mbi natë partijake. Çka është e mirë, duhet mi thonë e mirë, çka është me tmeta, me lëshime, me gabime, mundet me diskutu edhe me debatu. E treta menej që në këtë kohë edhe temat për cilat jemi të preokupum, kemi me realizu shumë alet në kuadër të një organizimi politik në mesin e secilëve, ka aq shumë njerëz që besojnë vlerat përbashkëta me neve. Edhe më kam prit me thonë drejtën, flas për qytetarë, për mesazhet që më kanë ardhur, për mbështetjen që jam të pas gjatë asaj kohe, definitivisht muj me thonë që jam i befasum me mbështetjen që e kam pas për njerëzve me cilë dojmë vlerat njëjta e që jam pjesë e lëvizjes vetëvendosje edhe që e kam prit
Ka për tyne pilot që kanë thonë kemi prit këtë vendim tani shumë aty, po që deri tani sa ka ardhe caktimi për me qenë pjesë e kësaj ekipe. Po të lidhërshipi vetëvendosjes, a ki dur të lira? Për pjesën tonë, për pjesën e A vlerave kemi mujtë me dhënë kontributin ton unë besoj që për pa u ndiku, pa presion. Unë mendoj që pjesë tona, çka janë pjesë e vlerave tona, nuk kemi me pas asnjë presion. Ka pas shumë fjalë më herët që nuk mundesh me qenë kandidat për deputet lëvizje të vendosjes se të pyeten a je pro kodit civil. Është e vërtetë që jam të përjetu vet. Askush nuk më ka kontestu vlerën tëm të besimit edhe vlerat e mia për familjen që besoj. Askush nuk e ka qit pjesë e debatit ose diskutimit. Nuk e ke pas ndonjë farë? Absolutisht, askush, as bisedë, as hiç. I ki vlerat tua, për vlerat tua je ardhur për me logu, për me punu edhe për me qenë pjesë aktive. Po nëse ndodh me votu ndryshe prej fraksionit, prej lëvizjes vetëvendosje nesër. Janë 14 deputet, dikon 15 deputet që kanë votu kundër kodit civil. Veç 2 kanë dalë për tyne, pjesë tjerëve janë deputet, kandidat për deputet ose kryetar komunash. Pra nuk janë që kanë dalë prej lëvizjes vetëvendosje ose i ka nxjerrë lëvizja vetëvendosje gjithë ata që kanë qenë kundër kodit civil. Prej tyne vazhdojnë me qenë deputet, vazhdojnë me qenë lista për deputet e janë edhe kryetar komunave që janë zgjedhë këto zgjedhje e fundit që kanë. Pra besoj që jemi aty për me i artikulu mënyrën më të mirë të mundshme temat tona, me i diskutu mënyrën më argumentuese, edhe me shty përpara bindje cilat besojnë që janë të mirë vendit tonë, kombit tonë edhe popullit tonë me besimin që e ka. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Vetë vërtet të kënaqë muhabet, edhe pse më shti pak stres me këtë komunikaciona për Prishtinën jo që për e njoh mirë rrugët këto. Mirë për një. Mirë po, për fond, nëse kom harru diçka me të pyet ose në një mesazh realisht që ki për votues të tu apo përgjithësi për popullin e Kosovës. Faleminderit shumë ty edhe për bashkëbisedimin e këndshëm edhe shumë të mirë. Unë besoj që tani më jemi të shpalu si ditë tona e programet tona për këtë zgjedhje. Kisha me thonë që gjithë ata qytetarë që ndjejnë veten mirë për me na dhënë neve mbështetje. Besoj që kemi me bë edhe kemi me dhënë më të mirën të mundshme, edhe këta jam shumë i bindur. Vendit tonë kujtoj që i duhet edhe ne organizojmë shumë i mirë për këtë zgjedhje që me marr përqindje sa më të madhe të votave. Ky organizimi joni i lëvizjes vetëvendosje me qëllim të shtyrjes përpara edhe të punëve të cilat kanë bërë. Besoj që pjesa e parë e këtij mandati është shku shumë me sigurinë edhe me ushtrinë e vendit, por shpresoj që pjesa tjetër do të jetë zhvillim ekonomik e mirëqenie për qytetarët e vendit tonë, për familjet tona edhe në përgjithësi punë e mirë për Kosovën tonë. Neve nuk na mbetet tjetër përveç se me të urojmë shumë suksese edhe shpresojmë që me kom pjesë aty ku mirën vendime për popullin tonë. Kështu që hajde kala mirë ti, se na dullës vi urojna shumë suksese e shpresojmë me arrit qëllimet e tua dhe synimet e tua. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për juve edhe për bashkëbisedimin edhe për mënyrën e trajtimit të temave. Dorë zotë dalim sa më mirë e shihemi pastaj edhe në kuvend. A kemi ardhur tani në emision të kur bash deputet? Vallaj, nuk besoj që kam fije me në masie kështu bre. A? S'mene që kam, edhe në mene që s'kam fije me në masie në vete. Po se dim në tash. Unë kam menim të mirë, realisht kam menim të mirë tash. Mirë po kur të bash deputet nesër se di tash. A di që është, po kemi pas pozita ndryshme dhe di që shkoj shumë shpejt. Kalon, a? Kalon. Që thot butarë vëllai. Vallaj butarë. Vallaj lëvizin pozitat e harrëm kur e ke pas. Ke pas pozita ndryshme po kanë shku. Edhe mendoj që na duhet me jetu si njerëz normal të vani e merrni pozitë e kontributin. Kryet pozita, vazhdon kontributin në sfera tjera. Bashkë kemi me kon. Zoti drujt. Valla faleminderit shumë. Hajde kalon mirë, faleminderit shumë. Shumë mirë. Shikues të nderuar, kaq për këtë emision e shihemi në emisionet e tjera.